Putin kërcënon Evropën. Këto janë lajmet e fundit dhe doja që ta diskutonim së bashku. Sepse nga ana tjetër, pothuajse në të gjitha videokonferencat që janë bërë kohët e fundit nga Vladimir Putin, ai e thot haptazi që unë nuk dua që të luftoj kundër Evropës ose kundër NATO-s. Por në qoftë se thot do na sulmojnë, thot unë jam i detyruar. Dhe pyetja ime është kush e nxit konfliktin? Për ata që nuk e din, nuk ka pak në orët e djeshme, u bë një konferencë stampe nga Vladimir Putin, i veshur me një veshje ushtarake të marinës. Ai mori pjesë në një nga këto stërvitjet që u bën e njërës prej anijeve luftarake në brigjet e Rusisë. Dhe aty thot që ç'është e vërteta, vetë NATO thot, po provokon duke vendosur, thot, përveç anijeve, por edhe duke testuar armë të reja për brigjeve tona. Dhe kjo, thot, me fjalë në detin Azis. Dhe kjo, thot, do të krijoj, thot, një konflikt të pashmangshëm, nëse do të shkohet, thot, do të vazhdojë në këtë drejtim. Dhe për momentin, ai është i detyruar që të vë sanksione për sa i përket udhëtimeve të anijeve të tjera, ndërkohë dhe Evropa ka vendosur që të gjitha anijet që do kalojnë në momente, në vendet dhe ato që nuk dëshiron, me fjalë Bashkimi Evropian, por njëkohësisht edhe NATO, janë anije të kapura, si mund të quhen. Pra është një moment vërtet delikat, një anijet që mbërthehen nga Bashkimi Evropian duke kërcënuar nga ana tjetër Rusinë. Dhe Rusia nga ana tjetër, përveç se konfliktit, ajo është e gatshme për një përplasje. Ishte thënë që në nëntor të vitit kaluar, nëse më animon të kemi bërë në video, do bëj një përplasje. Mirë po, këte kishte thënë edhe një nga krerët, komandantët e NATO-s, ai nuk bënte më pjesë pranë NATO, por ishte e çuditshme se si ajo deklarata e tij ishte kaq që bëri bujë. Në të vërtetë nuk ndodhi gjë në nëntor të vitit kaluar. Por, sipas ekspertëve, është bërë e qëllimshme që të hapej negociata për një përplasje. Tani, kush e organizon këtë përplasje dhe pse, askush nuk e di. Për momentin, situata është vërtet delikate, sepse nëse e lexuat lajmin sot, folëm edhe për atë gruan angleze, nëse pat videon që ajo është dëbuar nga Suedia, me fjalë brenda 4 javëve ajo duhet ikit të lërë Suedin, por ajo është një shembull pikërisht i këtyre trazirave. Çdo të thotë kjo. Atëre, BRICS-i u formua, si mund të quhet, për të shkëputur nga Evropa. Në momentin që Anglia ishte pjesë vëzhguese e Bashkimit Evropian, vendosën që të shkëputeshin dhe iku. Dhe kështu që është një pjesës që sidoqoftë edhe ndonse me Amerikën, ose edhe në këtë rast anasjelltas edhe me Evropën, është e detyruar që të jetë edhe me Evropën. Nga ana tjetër u bë BRICS-i jo Brexit, sepse Brexit është e Anglisë. BRICS-i është i vendeve aziatike, ku marrin pjesë edhe Rusia, India, Kina e tjerë. Dhe është ndarë bota, nëse keni vëre, në 3-4 pjesë. Duket sikur po luftojnë mes njëri tjetrit, pra po luftojnë me përbindshat mes njëri tjetrit për të kapur një copë tokë, se me sa duket diçka duhet të ndodhë. Për mendimin tim është pjesë e, me fjalë, është zhvillimi që ka filluar tani. Zhvillimi kush do të marrë pjesë në këtë, pra kush do të jetë pjesë e këtij zhvillimi, do të jenë ata që do të sundojnë botën në të ardhmen. Më kuptonim apo jo? Pse e them këtë? Sepse nëse keni vëre,
zhvillimi sapo ka filluar dhe janë bërë, si që thash dhe më përpara, në 2-3 videot më përpara, që tani ka rreth 1500 super miliardera, që nuk ishte ndodhur kur. Pikërisht pra me inteligjencë artificiale janë bërë njerëzit më të zhvilluar. Dhe ndaj po them që inteligjenca artificiale duke qenë pjesë dhe aq më tepër robotika e të tjera këto, duke qenë pjesë të gjitha këto të zhvillimit, kush do të marri pjesë që do të ketë një lugë brenda kësaj torte të madhe, do të jenë ata që do të vendosin në të ardhmen. Dhe ndoshta është kjo arsyeja që se si me që po luftojnë tani kohët e fundit se kush dhe sa copa mund të marrin. Mendimi im, megjithatë do të dëshiroj një komentim tuaj çfarë mendimi keni. Por situata është drastike, sinqerisht po e them, është drastike sepse Vladimir Putin nuk e ka thënë kurrë dhe nuk mund të thotë haptazi që nëse Evropa do na sulmoj, ne do ta sulmojmë. Me fjalë, ai vetëm gjendet në këtë pozicion sepse e kanë detyruar, për mendimin tim. Ju çfarë mendimi keni? Se nga ana tjetër, themi që Evropa dhe gjithë bota thotë që Vladimir Putin po kërcënon Evropën. Por nga ana tjetër, Vladimir Putin thotë që është Evropa që po na kërcënon. Tani, ku qëndron e vërteta, sipas jush? Se unë nuk shikoj që, për shembull, Vladimir Putin të shkojë drejt Evropës. Dhe është NATO dhe Evropa që shkon afër Rusisë, apo jo? Dhe mua nuk më intereson për askënd është me fjalë për këto konflikte. E ha populli, dhe ky është problemi kryesor. E ha njerëzit e thjeshtë. Këtu që unë shpresoj që mos ndodhë gjë, sepse është një moment vërtet delikat që është për zhvillimin më së miri të njerëzimit, por njëkohësisht është edhe një moment delikat për ata që nuk do t'ja dalin dot. Për shumë arsye. Kjo nuk po flas vetëm arsye ekonomike, por edhe fizike. Se shumë gjëra po ndryshojnë. Sidoqoftë është momenti që edhe kjo nga ana tjetër, përveç se copës së madhe të tortës, është edhe momenti i vendosjes së këtyre grupeve të mëdha, siç ju thash më përpara, disa thonë që është rendi i ri botëror që ishte më përpara, pastaj rendi i ri tjetër që është ai BRICS-i që u themeluan në vitin 2024, ku bën pjesë Rusia, si thash, India etj. Dhe nga ana tjetër Brexit, pra Anglia, gjoja sikur është asjanse, se është shkëputur tani gjoja nga Evropa, por është gjithmonë aleate me Evropën dhe me Amerikën, njëkohësisht edhe me Australinë, dhe është edhe kjo një copë tjetër që po lufton në mënyra të tjera. Kështu që nuk di se si t'i vendosin emrin kësaj situate, por shpresojmë në ditë më të qeta. Më të qeta sepse nëse do të ketë, shiko, këto lloj konfliktesh tani për shembull, siç po thotë edhe Vladimir Putin, do të shtojnë edhe çmimin e naftës, çmimin e gazit, do të ngjiten akoma më lart. Sepse normal, nëse shkojnë drejt, duhet dini që një pjesë e madhe e gazit vjen nga Rusia. Nga Rusia, nëpërmjet Amerikës, vinë sërish në Evropë. Se më përpara Evropa ishte drejt për drejt, mirë po nga momenti që u bë traktati që u bën marrëveshjen, pra me Amerikën, ja dhanë Amerikës dhe Amerika ja shet Evropës. Pra unë nuk e kuptoj këtë ngërdheshje të Evropës kundrejt Rusisë, ku çdo gjë fillimisht ishte, me fjalë, ajo që ishte kundra, që ishte Amerika kundër Rusisë, u bë tani aleate me Rusinë për sa i përket këtyre problemeve ekonomike, në këtë rast gazi dhe nafta, kurse Evropa ka mbetur dhe shtohen edhe rriten çmimet gjithmonë më shumë. Më duket si pa sens, ndonse pa dyshim ka sens, por duhet ta gjejmë, që të kuptojmë. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni? Si është kjo situata? A do të përkeqësohet apo do të përmirësohet?
Shpresojnë të përmirësohet. Hajde, kalofshi bukur natën.